Portali Maqedonas Ohrid Sky sjell dëshmi tronditse për opinionin në lidhje me rastin Mostra. Sipas këtij portali, vrasjen e të rinjve Maqedonas e kanë porositur 2 funksionar të VMRO-DPMN-s, ndërsa peshkatari ka qenë viktim pasi ka parë ngjarjen. Arsyeja është se vajzat e këtyre 2 funksionarëve kanë pasur fillimisht lidhje dashurie dhe më vonë janë keq trajtuar nga të rinjt Maqedonas. Një pjesëtar i sigurimit të forcave maqedonase të sigurisë, që edhe ka marrë pjesë në vrasje, ka arritur të vendosë kontakte në qytetin e Preshevës me një pjesëtar të lartë të inteligjencës serbe, shkruan portali. Në këtë takim, pjesëtari i inteligjencës serbe i jep si shpërblim 50.000 euro kolegu të tij nga Maqedonia për një videogjirim të cilin e kishte bërë ai në Shkup me telefon celular gjatë vrasjes së të rinjve Maqedonas. Ohrid Sky shkruan se videoja gjendet në bazën e BIA-s në Serbi dhe për këtë ngjarje është njoftuar edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić. Gjatë gjithë kësaj kohe, përfaqësues të qeverisë së Gruevski dhe drejtorisë për siguri dhe kundër zbulim të Maqedonisë, disa herë kanë shkuar në Beograd dhe kanë dhënë rishfet që të marrin videogjirimin dhe ta djegin, për ta zgjesuar të gjitha dëshmit. Shkruan portali duke shtuar se prokuroria speciale mund t'i marrë materialet nga BIA me anë të një kërkese dërguar Ministrisë të Punëve të Brendshme të Serbisë. Ndërkaq, nëse Raufi, njëri nga avokatët e të akuzuarve të rastit Mostra, thotë se për këto të dhëna nuk ka prova materiale. Megjithatë, ai është i sigurt për një gjë, se personat e dënuar për këtë rast nuk janë autor të vrasjes së pesëfisht. Unë nuk mund dërhina se kush e ka bërë, se e ka bërë, unë jam i sigurt që prej fillim që këto nuk janë ato persone që kanë realizuar këtë delikt. Ka parë shumë spekulime për këtë motivin e këtij rastit. Mendoj që këto nuk kanë lidhje këto që kanë qenë si spekulime se kush ka vepruar edhe persona që janë përmendur. Unë vetëm jam i sigurt që këto persona nuk kanë qenë në vendin e ngjarjes dhe që nuk e kanë bërë këtë krim. Raufi mendon se prova që i paralajmëroi lideri i opozitës janë në dorë të prokurores speciale dhe shpreson që ajo ta zbardhë çështjen. Megjithatë, ai dyshon se kjo punë mund të zvarritet pasi ekipi i prokurores speciale nuk ka përvojë pune dhe vetëm një pjesëtar e ekipit është marrë me krimin organizuar. Për rastin Mostra, gjykata themelore Shkup 1 ka dënuar me burg të përjetshëm 6 shqiptar. Rasti tani gjendet në gjykatën e apelit.